E të dashur me që rikësujem për të vazhduar mësafirin e parë për ditën e sotshme dhe unë sot kam të ftuar organizatorin e një prej festivaleve më të njohur të vendit tonë që ka vite që organizohet. Bëhet fjalë për Shkupi Up Fest, stand-up komedia e mrekullueshme që kërkohet jo vetëm nga shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, por edhe nga Kosova, Shqipëria e kudo qoftë që ka shqiptar, me qenë se nata e parë më është full, ndoshta disa bileta kanë ngelur për natën e dytë, e për të biseduar më sigurt për këtë çështje kam të ftuar organizatorin e këtij festivali, gjithashtu edhe aktori i mirënjohur Visar Etemi. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në studion e emisionit tonë Weekend. Faleminderit, mirë se sa kënaqësi të kem të ftuar për herë të parë në emisionin Weekend, sepse së bashku s'jemi për herë të parë. Faleminderit. Faleminderit. Visar, si shkon organizimi? Jemi tepër të kënaqur me si po rrjedhim punë, po pikës pari faleminderit që bëhet ftesë për në emisionin e juve, ndihem i privilegjuar. Është kënaqësi që jeni gjithmonë transparent, jo vetëm për festivalin, por për çka do qoftë ju jeni me mediat në përgjithësi jeni transparent dhe jeni prezent për treguar për çdo të re që organizohet. Ky festival është një festival i jashtëzakonshëm, është një festival mjaft i kërkuar që unë jam e sigurt edhe nëse nuk e keni në plan ta realizoni, njerëzit përreth do të thonë Visar, hajde ku është festivali, a do të organizohet, a ke caktuar ndonjë datë? Është kënaqësi kur ti ndëgjojnë pikës pari këto fjalë prej juve, po është dhe kënaqësi prej kolegëve tonë që mirën me këtë zhandër të stand-up komedisë, kur fillojnë të parë të mpyesin Visar, mos rastisht i ke datat që mos t'i zajmë ato datat për festivalet ndryshme. Ajo është një kënaqësi e jashtëzakonshme dhe është një farë fuqie që më shtyn për ta organizu këtë festival vetëm unë dhe ekipi jam që është di me realizu. Definitivisht. Të flasim pak më detajisht për këtë vit. Kur janë datat, organizohet sërisht 2 ditë. Po. Sepse dita e parë nuk mjafton asnjëherë. Jo, kjo është këtë vit kemi janë datat 16 dhe 17 prill. Me moton e festivalit apo e dridhim si vjetë. Jam tepër i kënaqur prej ekipës që kam bërë një punë të jashtëzakonshme dhe kemi arritë të arrijmë atë sukses që në Shkup me plot goja tham, mu shit 20 ditë përpara, 11 ditë përpara biletat nuk është edhe se një vogël. Definitivist. Por kjo nuk është... Nuk është me një sallë që ka kapacitet 100 ose 200 ulce, është kapaciteti i teatrit popullor Maqedonas që është 287 ulce. Edhe 287 ulce kemi hasë që t'i ndajmë vetëm 30 ose 20 bileta vetëm për natën e fundit për persona që nuk kemi shansa t'i kthejmë si ekip. Që në moment të fundit lajmërohen. Neve vetëse kemi këtë zanat me thonë, që të lajmëromi me datën 16 në ora 5 në Mazdita dhe thot pa tjetër, unë e vi. Po, kështu lloj biletash keni lënë anash për natën e parë? Po, kemi lënë, edhe për natën e parë. Më thënë keni lënë për këto njerëz, që gjithmonë i kemi. Pa tjetër. Të flasim se kush është natën e parë dhe kush është natën e dytë. Natën e parë është kënaqësi dhe është privilegj për festivalin tonë që aktori mirënjohur Sevdal Radogoshi Qumili vjen në Shkup mbas 35 viteve. Mbas 35 viteve, kështu që rinia që kanë lind para 34 viteve, asnjëherë nuk e kam pa live Sevdal Radogoshi në skenë, dhe personat cilët kanë marrë bileta të ta shohin për herë të parë mbas 35 viteve, është kur më ka tregu këtë sen Sevdaia, tha herën e fundit tha në vitin 1995, tha unë e kam majt një koncert me menaxherin, me koreografin të njohur Emin Gaxha, se ka qenë një person cili vetëm ai ka ditë me organizu evenimentet pak viteve të 90-ta, edhe që ka organizu, vetëm se ka lanë gjurmë në ato organizimet e veta, prej kohës kur ka
kur e kam menaxhu shoqërinë kulturore artistike Emin Duraku, edhe atër unë e di këto histori që Emin Duraku atër ka qenë në high level që thojnë. Po. Kurse tash fatkeqësisht pak si qytet kemi mbetur pak mbas, po nisëm matë moto pa u bë keq nuk bëhet mirë. Po kemi edhe mysafir të tjerë të jashtëzakonshëm. Po jemi tjerë. I kërkoj falje krejtëve, janë Sevdal Radogoshi, është Valon Syla, është Fisnik Qerkini, është Djelza Dema, Ilir Prapashtica, edhe Artan Ibishi nga Presheva, edhe unë, si një koqeri i festivalit. Kurse natën e dytë është fakulteti edhe teatri Faruk Begolli i të Prishtinës, me shfaqen Jam Talenti o Mahi, cilën shfaqe është lujtur deri tani 750 herë. Është një numër që ne të Maqedonisë këtë numër vetëm ëndër mund të shohim. Edhe tani do të shohim këtë shfaqje. Këtë herë do të shohim vetëm se vitin e kaluam ishin, po me qenë se ka pas interesim tepër të madh, do të ketë pak ndryshime të tjera, do të jenë mysafir edhe këtë vit. Janë mysafir edhe nga Kosova. Po. Më trego kur e dërgove ftesën, sepse janë mysafir të ndryshëm. Do të thonë, natës parë disa dhe nuk i kemi pas. Semra me qenë se të gjithë i kam kolegë, edhe me ato foli pa dorëza që i thojmë, ne. Unë nuk i di deri tash një person që ka refuzu ftesën për në festivalin Shkupia Fest. Deri tash nuk e mbaj me një aktor, një stand-uper që e ka refuzu kërkesën për në festivalin. Po, më tregoni si e bënët përgjithën e këtyre aktorëve? Po hulumtoj me kolegon të me Hamdi Rashitin, kolegët që organizojnë stand-upe, shkojmë i vizitojmë, bëjmë një ftesë, për të paktën ne kemi këtë festival si 2 ditë jenë simbolike të vitit, në Shkup që pak të kthejmë edhe vëmendjen edhe nga Shkupi. Do me thonë, ju e kishit problem të përzgjatni sepse kemi aktor të jashtëzakonshëm, sepse është numri kufizuar? Jo, nuk është punë e lodhshme se vetëm Shqipërinë dhe Kosovën të e kemi full aktor të zhandrit stand-up, se Portokallia është një institucion, një fabrikë cilën prodhon për çdo javë stand-up. Edhe nuk është problemi madh për t'i gjetë aktorët, po është pak mirë t'i zgjedhësh ato aktorët pak që janë pak ma in, edhe që i don publiku jonë. Se me të vërtet ne kemi pak një publik pak çuditur, që mendojmë që nuk e njohin teatrin, po e njohin shumë mirë teatrin. Shumë mirë. Befasohemi në këtë rast. Po. Është për të habit. 8 vite po organizohet, ky është viti i 8. Më tregon brenda këtyre 8 viteve, si është zhvillu ky festival? Në çfarë aspekti po mendon? Aspektin e mirë po flasim. Aspektin e mirë. Si është zhvillu, çka e shefti, si do e krahasoje prej vitit parë deri, do të thonë vitin e parë dhe vitin e 8? Vitin e parë dhe vitin e 8. A është stresi i njëjtë? Stresi është... A emocioni është i njëjtë? Jo, stresi nuk është që ke një farë përvoje edhe e largon stresin. Stresi të shku të u bo vitet ma shumë, stresi vetëm se fillon të rritet ma shumë e ma shumë. Po, semra këto senet vetë nuk bëhen. Në që se nuk ke ekip të gjanë, për këtë festivalin punojmë për momentin, unë e deri sa jemi, unë edhe te këtu, 8 veta janë të punu në lidhje me festivalin. Kuptoj. Në teren janë personat që punojnë 24/7 edhe ndodhë që do duhet pa tjetër të ecim edhe me bateri telefonit anësh, që t'jemi tankon në kontakt, se vetëm japim informacione, kjo u ba, kjo nuk u ba, kjo mundohemi që t'jemi tepër precis edhe mos ketë ramje festivali. Definitivisht edhe nuk ka ramje, dhe nuk besoj që do ketë ramje ky festival. E di pse, sepse kemi nevojë shumë për festivalet të tilla në vendin tonë, sepse për fat të keq është i vetmi festival i tillë. Semran,
jo vetëm unë, po shumë edhe kolegë thonë, ne në Shkup jemi tokë e papërpunume për komedi, për momentin, edhe me qenë se ka Shkupi, teatri i Shkupit, ka aktor briljant komedis. Shumë e sakt. Ka aktor briljant, të cilën më vjen shumë keq që ja thamë këtë sem, po dhe nuk është dhënë edhe mundësia. Për të dhënë se këtu, në qoftë se nuk, problemet krejt janë të financat. Këtu pak me marketing, firmat e tona nuk janë aq dhënë mas marketingut, me qenë se për tash i bjen që për t'i livdu. Një firmë nuk ka mu që më ka këthy. Një firmës që i këm trokit, nuk ka një firmë që më ka mbyll derën. Jam tepër faleminderues ndaj biznesmenve, ndaj personave që i udhëheqin firmat të ndryshme. Mos kishin qenë firmat shkupjane edhe firmat e mëdhaja. Ky festival besoj që në edicionin e tretë kishte Unë prandaj po them, sepse ne mendojmë që nuk e dojmë shumë teatrin, por realisht e dojmë shumë si publik dhe kemi nevojë për festival të tilla. Unë mendoj që jemi zemërgjër për të ndihmuar, siç e potencova edhe shumë, gëzohem kur e kuptoj që edhe nga vendi jonë i ndihmojnë aktorëve që ta promovojnë veten edhe të realizojnë shfaqje për një publik të tërë, të gjerë të vendit tonë. Semra është mëkat të jenë dy teatro, vetëm në Shkup teatri i fëmijëve dhe teatri i Shkupit, teatri i shqiptarëve. Kemi teatrin e Kumanovës, kemi teatrin e Tetovës, i cilët janë kolegë, briljant kolegë. Një serial mos ta ketë të popularizum Shkupi ose Maqedonia. Një serial. Janë vetëm në Kosovë ti ki për momentin që janë 8 ose 10 serialet cilët janë... Okej, tash do të ndërlidhem. Para se ta vazhdojmë serialin, më trego, ke ndihmë financiare nga institucionet e shtetit? Nga Ministria e Kulturës? Jo, në Ministrinë e Kulturës ne kemi pak se një vit zezë ky festival. Është me qenë se personët... Festivali është që 8 vite, prej Ministrisë Kulturës është financu vetëm 2 herë. Arsyet? Edhe po, arsye është se mirën me sene shumë të ulta, mirën me statuset e mia që i shkrujnë në Facebook, që bëj ato komedit e mia që i bëj edhe... Mendon që është diçka personale me juve në aspektin e kësaj çështje? Personat e dinë vetëm se kush organizon këtë kur përmenet Shkupi Hap Fest, mas Shkupi Hap Festit, në njërën mas amblemët Shkupi Hap Festit, është visare temi, nuk është dikush tjetër. Po, nuk kemi pas për kraje, po unë i faleminderoj, me qenë se kur kam has me producent ndryshëm me bisedu edhe ju kum tregu se si rjedhim punt të ne, më ka thonë duesh festivalit për çdo vjet më janë ndru kryesorja mu kanë Shkupi Hap Festi, po rutinën atë sponsor general që do të jetë edhe firma të cilën e përkra festivalin. Për çdo vjet kemi nga një sponsor general, cilët do duhet tepër t'i faleminderojmë ato, që mos t'ishin kanë ato, s'besoj që ky festival kishte realizuar. Atëherë, tani e vazhdojmë te këta serialet e Kosovës që përmendet që ka shumë që janë momentalisht që i ndjekim. Kemi edhe aktorë nga Maqedonia, Veriu, që janë pjesë e serialeve të ndryshme në Kosovë. A mendon që nuk përkrahet për të realizuar një serial, nuk përkrahet nga institucionet, apo nuk marrin përgjegjësi dhe nuk kanë vullnet për të realizuar një serial të tillë në vendin tonë? Pikës pari përshëndes kolegët, producent, regjisorët e Kosovës që më kam ftuar, unë kam qenë mbi 5 serialet të Kosovës që kam marrë pjesë në për seriale. Në asnjë serial unë nuk kam shku prej ditën e parë me honorar. Visar po fillojmë, ku del. Këtu nuk e kemi atë guxim në ta mojmë, ta marrim atë. Këtu, po, unë për momentin luajmë një serial, cili ka shikueshmëri tepër të madhe, shtëpi e madhe në Kosovë. Honorarin që ka e ku menu ta marrë,
më ka dalë 2 fish honorari. Asoj se ndjekin, postojnë në për YouTube, postojnë në për Instagram, postojnë... Ta një rjetët sociali janë një mundësi edhe shumë e letë për të... mundësi, qka dush me bo? Këtu jemi në një gjumë të kanqëm që kemi gjetë një krevet të mirë. Komfort zonën e kemi edhe nuk dojmë ta trazojmë pak vetë-vetin. Edhe për atë arsye jemi edhe në këtë gjendje që jemi. Do me thënë, nuk marim guxim të... Jo, nuk marim, po mua shumica dhe kolegëve ma thonë këtë sen për festivalin. Halal të koftë. Definitivisht. Halal të koftë që e banë. Unë për vetë nuk i kisha banë, nuk i kisha hikur. Po, semra nuk është kuptohet, pa pare nuk bëhet kur gjëjq. Natyrisht. Po nuk duni ketë senet me i pa veç pare. Pak ta lish se një dy do t'i mbyllim sytë, po të lish diçka për pak ma që kur nuk do t'jesh në këtë botë, me thonë këtë e ka ba ky person e ka pas fillu. Unë ideja jeme e festivalit, se mos të harroj të atësekim, ky festival është nisë me një shok temin, cili nuk është për momentin në Maqedoni, jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është Besfor Dylatau. Që e përshëndesim jashtëzakonisht shumë Besfortin. Ideja jonë ka qenë që ne mos jemi çdo herë në festival. Personat që do të kenë interesim për festivalin, t'ja ulojmë edhe rinijës këtë festivalin në dorë. T'jetë festivali, t'jetë një jetëgjatësi festivali. Po, këtu... Nuk e vazhdojnë, nuk dojnë të mira në atë sen, kështu që betëm... Edhe për 8 vite. I përshëndesin edhe për 8 vite. Nuk dërzohesh e ndë. Jo, edhe nuk e kam dërmen dërzohen. Edhe asë njëherë, sepse do të na mungon. Po dërzohat, na mungon festivali. Bisa të flasim pak për ty. Përmende që je momentalisht edhe angazhuar në seriale, por gjithashtu edhe je me shfaqje të ndryshme. Si përshkon jeta jyte? Po... Me qenë se të kemi, ta shfrytëzojmë rastin pak të flasim edhe për ty. Për momentin, unë jam edhe i punësum në teatrin e Shkupit, më vetë se 18 vite, 20 vite më jemi në teatrin Shkupit. Jemi të punu për momentin, jemi në pregaditje të sipërt një komedis me kolegon ton që ata banë në regjin Shkëmbimi Strefi i Kosovës. Jemi me kolegët të tonë, jemi Blerimin, është Dio, është Dritroj, e madhja Teuta, Ajdini e teatrit tonë, është Genta, Ramadani, kolegja. Jemi të ke pregadit, besojmë që ka fundi i prillit, ose fillimi i maj do tjetë edhe premier, që është një komedi që unë si qiluja ty më nëzi pres ta... Me të vërtet, dhe që ka një kombinim i aktorëve të jashtëzakonshëm, që besoj që është privilegj dhe nder për publikun e Shkupit t'jem pjesë kësaj premiere. Jemi duke i bom për momentin provat me Shkëmbimi Strefin, është në shku fenomenal, është Shkëmbimi, është një kolegë, është një aktor të t'jep vetëm energji pozitive, po vetëm me personat që japin energji pozitive mundesh me arrit senet të mira. Personat që t'japin energji negative vetëm t'lajnë me një dhomë, kur gjë është tjetër. Shumë e sakt. Me familjen? Mirë, i përshëndes gjithë. Sa po gjenë ko për ata? Vetëm është kësaj periudës fundit. Semrat, ju kum përkushtu shumë familjes, me qenë se e kom thanë edhe thamë që kom punu shumë në deri para 2 viteve, ku menagju një 2 lokale në qërshit vjetër të Shkupit. Do të ka shanca mu këthin gastronomi pak ma vonë, po kur do t'i kam krejt punët ashtu si gjdu unë një pas, kurse ka pas një interval kohor që gastronomia edhe 24/7 nuk më ka ndalë. Kështu që është me nejtë në lokal, edhe më ka për ato vite, për ato 5-6 vite që e ku menagju lokalin, me të vërtet më ka lanë një boshllëk të madh në shpirtin tem për fëmijët e mi dhe për familjen teme. Definitivisht. Ke qenë në gastronomi, je në teatr, je dhe në seriale. Ku të flenë zemra më shumë? Në pikëspare
Për në teatr dhe për në seriale, apo për... Janë dy fushat të ndryshme, ndërsa teatri prej serialit janë dy... Teatri e ka magjinë e vetë, teatri është... Ne kolekt, edhe kur nuk kemi punë, takomi në teatr. Në teatr. Në teatr ne kemi si një farë foleje që... Shtëpia e dytë. Shtëpia e dytë është ajo. Ajo është për krejt aktorët, edhe kur asë një angazhim mës me pas, në bifet teatrit, ose tash e kemi dhomën e aktorëve, i thojmë, të dhoma aktorëve janë mbledhme aty, hajgaret ndryshme, vetëm aty në mungon një kamerë me pas, aty dalin 4 seriale për një ditë. Nuk po dyshoj në këtë pjesë. Ke një vajzë të jashtëzakonshme? 2 kam. Vajzën e madhe, se tani sa vjeqare janë? Vajza e madhe është 14 vjeqe, është rritë. Kurse dua e vogle është 8 vjeqe. 8 vjeqare është 8 vjeqe. Definitivisht qenë kanë rritë visar. Qenë kanë rritë vajzat. Po. Vitet po kalojnë shumë shpejt? Po, tash më vetëm se Anda mbaron edhe shkollën fillore, do të hynë edhe në shkollën e mesme. Po... A shef talentin e aktrimit tek vajzat? Te dua është e prejma ise. Po, a? Po, atë kurse te Anda ka pas një talent jashtëzakonshëm për në piano, po me keqardhin nuk do ta vazhdon muzikën, kështu që... Nuk do ta vazhdon nga dëshira e saj, apo? Nga dëshira e saj. Okej. Nga dëshira e saj. Po, tu unis prej vetë tem. Unë për veti prindem i ka ndosht komplet në shkollë tjetër me shku, po unë shok t'i kum pas në gjimnazë. Unë mendoj që shumica e fëmijëve ose shumica e asaj moshe janë që prindrit kanë kërku komplet diçka tjetër dhe fëmijët kanë vazhdo komplet diçka tjetër. Po asnjëherë nuk dalin ato çka i kërkon prindërit, kështu që ja lajm kohës. Unë nuk jam një person që I merr në teatr? Duan s'ka çfarë që nuk sidomos edhe kur I kemi provat e fundat që më përfundimtare. Ajo është person cilën 2 herë shë një shfaqe dhe talun shfaqen mësaj në brenda ditës komplet e shtëpia. Okej. Pse atër nuk e shohim aktive ndoshta në ndonjë serial si për moshën e saj? Duan... Keni mendu diçka të tillë? Duan... Unë nuk jam person që I imponona dikujna. Okej. Se tisha ka një person që I imponona pak ma ndryshe... Po vajza do ta tregoj diku talentin, tani ajo nga shtëpia, kush ta shohe? Do ta tregon, kështu që do të ketë tash edhe një shfaqe që do të ketë audicion për fëmijë. Okej. Jam I bindur që ajo do ta merr. Atëre dua si urojmë suksese dhe pse jo në të ardhmen ta shohim të ulur në koltukën ku jeni edhe ju atë na tregoj për sukseset, ndoshta ti arri sukseset e babit. Nëse ajo do ta vazhdon rrugtimin tim, besoj që kur një nuk ka shansa për t'i po gabime çka I kum bëna. Që do ta menaxhoj ashtu si çdi unë për me menaxhu më së miri. Është e saktë, mirë, po unë mendoj që pa ato gabime ti nuk do ishe këtu ku je. Jo, asnjëherë. Unë mendoj që edhe duhet patjetër ta kaloj atë fazë që ajo harku duhet njerë për të shku mbrapa që pastaj të vazhdojnë atë shpejtësinë e vetë që e ka. Definitivist. Do të rikthejmë edhe njëherë të stand-up komedia për në përfundim, ta paralajmërojmë edhe njëherë për gjithë ata cilët duan që të jenë pjesë e këtij festivali. Nata e parë është full, ndërsa në natën e dytë kanë mbet disa bileta. Edhe ato janë për njerëz të afërt, por nëse eventualisht dikush aq shumë don që të jetë pjesë, mund ta kontaktoj Visaret Temin në rrjetet sociale. Tani është shumë lehtë për ta gjetë, nuk është... Në rrjetet sociale ose Visaret Temin nëse Shkupi Hap Festin, ose Hamdi Rashid. Visar, ishte kënaqësi që të pata në studio. Faleminderit, po ashtu. Dhe ju uroj suksese për këto dynet të jashtëzakonshme. Faleminderit edhe I falenderoj personat të cilët na kanë dhënë përkraje për këtë festivalin, edhe publikun tonë të mrekullum të cilën e kemi, që s'kan hezitu për t'i marrë biletat. Patjetër. Kënaqësi, shpresoj të takohemi me ndonjë rast tjetër. Faleminderit. Të dashur miq, neve tani do të shkëputemi për disa minuta dhe do të vazhdojmë sërish me kolegun tim Sametin, I cili ka të ftuar një mysafire nga Kosova.